Allahu shpërblet hoxhën i vllai ka dërguar dy pyetje. E para, Assalamu alaikum, pyetje për hoxhën, nëse ka hyrë koha e namazit, por hala nuk ka thirrur ezani, a është obligim të thirrëm ezanin vet dhe ta fillojmë namazin? Edhe pyetja tjetër, kur përfundon saktësisht koha e vitrit dhe nëse na ka ikur vitri si ta falim kaza sa rekate, Allahu i nderoft. Aleikum selam wa rahmatullah. Sa e përket çështjes parë, ezani nuk është obligativ personal me thirrje gjithsecili, nëse ka hikoha, nëse don e thirr, nëse s'don se thirr. A është më mirë me thirr, është më mirë me thirr. Por nëse nuk thirret, nuk ka problem. As ezani as ikameti. Sa e përket çështjes dytë, vitri e ka kohën derisa nuk ka hyrë koha sabat. Kur tin koha sabat, ka përfunduar koha vitri. A ka mundësi me fal vitrin kaza? Unë mendoj se jo. Nuk janë argumentet që unë nuk i për mendimin tem vitrin nëse e fal me kohë mirë, nëse nuk e fal me kohë ka shkuar kjo çështje, nuk përsëritet, Allahu alem.